Mirë se po takohemi të dashur miq të emisionit Familja Jon. Faleminderit shumë që çdo herë jeni besnik në ora 16 jeni pranë neve. Të dielën emisionin Familja Jon e nisi me Pinea Medical Center. Me qenë se tani më jemi në sezonën e alergjive, Pinea Medical Center po sjell inovacion edhe në fushën e alergologjisë me testet më të reja. Në pjesën e dytë, bashkë me psikologun Blerta Kryeziu, flasim për rëndësinë e lojrave stimuluese në shëndetin mendor të fëmijëve. Lojrat stimuluese janë ato lojra të cilat e ndihmojnë fëmijën në aspektin e mendimit kritik, në kreativitet, në motorik, në aftësitë kognitive dhe sociale. Në bllokun e tretë, psikologu Visar Sadiku na sjell analizën psikologjike mbi serialin Adoleshencë. Janë simptomat të ndërthurura të cilat vijnë nga dinamikat e jashtme, që është dinamikat e familjes, presioni social, zhvillimi i adoleshentit, e deri tek traumat emocionale të cilat na flasin për mbirjen emocionale, për heshtjen, për bllokimin dhe sigurisht edhe për shkëputjen që shpesh rrevren tek protagonisti i ngjarjes. Nga klinika gjermane, Dr. Afrim Shabani na flet për konjunktivitin alergjik të syve. Simptomat e para të pacientit që paraqitet zakonisht është skuqje e syrit dhe krurje mjaft e shprehur. Të rubrika kuzhinës, bashkë me nutricionistën dhe dietologën Albulena Shabani Lazi, sjellim një recetë bimore e cila ndihmon tek ata që kanë probleme me pagjumsinë. Çka ndikon kjo? Ndikon me ul kortizole, prodhimin e kortizolit, stimulon, jep një farë ndjesie trupit, me bu një pauzë, një pushem. Këtë rast me njëherë fillon me prodhu melatonina. E në pjesën e fundit të emisionit, sjellim një material informues rreth CT-s nga Royal Imaging Center. Takohemi të dielën në ora 16 në Kanal 10. Ky emision mundësohet nga Pozhegu Brothers, Klinika Gjermane e Syrit, Pinea Medical Center, Poliklinika Da Vinci, Royal Imaging Center.